Mirëmbrëma të gjithëve. Dje në 5 bashki nga 61 që ka gjithsej Republika e Shqipërisë u zhvilluan zgjedhje të parakohshme për kryetar. Për shkak të kryetarët paraardhës ose kishin dhënë dorëheqjen ose janë me probleme me drejtësinë. Pra, në 5 bashki dje u votua. Dhe ajo që ka vlen për të përmendur është një pjesëmarrje në shifrat minimale historike të tyre. Dhe ku binte sidomos në sy pjesëmarrja tejet e ullët në Bashkinë e Vlorës vetëm me 12.6%. Ndërkohë, një tjetër shifër e frikshme ishte në të 5 këto bashki ishte shifrat që morën kandidatët e mbështetur nga Partia Demokratike, të cilët nuk kalonin asnjëri prej tyre shifrën e 20% të votave që ishin hedhur në kutitë e votimit. Për këtë do flasim në pjesën e parë përse ky shpartallim i opozitës dhe përse ky refuzim i qytetarëve ndaj gjithë klasës politike dhe përse partitë e reja nuk parin të krijojnë vakumin e krijuar nga dobësia e opozitës zyrtare. Kjo do është tema e pjesës së parë të emisionit, ndërsa në pjesën e dytë do të flasim për çfarë po ndodh tek maxhoranca. Duhet kemi parasysh se në kohën që prokuroria e posaçme është duke hetuar numrin 2 të qeverisë për shkelje të barazisë në tendera, kur opozita dhe opinioni publik është duke kërkuar dorëheqjen ose shkarkimin e saj nga kryeministri Rama, sot të dy ishin krah për krah me njërin tjetrin, kryeministri me zvendës kryeministrin në një aktivitet të OSHE-s, ku veç të tjerash u fol për rritjen e rrogave të elektricisë dhe të OSHE-s, si dhe për një projekt për 30 poste për fast charge ku mund të karikohen bateritë e makinave elektrike. Për këtë do të flasim pjesën e dytë, pra çfarë po ndodh në shumicën qeverisë. Përse ka shumë probleme me drejtësinë dhe përse një lloj, le të themi, mallkimi është duke ndjekur ata që proklamohen prej 12 vjetësh si pasues të Edi Ramës në krye të Partisë Socialiste. Ndërkohë, sot është bërë publik lajmi se prokuroria e posaçme ka thirrur në cilësinë e personit që ka dieni Sali Berishën, kryeministrin e 21 janarit, pikërisht për këtë ngjarje kur mbetën të vrarë 4 protestues. 4 protestues në ngjarje që ende nuk është zbardhur plotësisht, sepse nëse ka pasur një proces për 2 nga viktimat, ndërkohë për 2 viktimat e tjera nuk ka ende autor. Si do shkojnë hetimet, a pritet doon që të zbardhet tërësisht kjo një nga ngjarjet më tragjike të jetës politike shqiptare, pra do të flasim edhe për këtë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Por të flasim për zgjedhjet e djeshme bashkiake. Për këtë kam një panel me 4 të ftuar, është zoti Redi Muçi, deputet i Lëvizjes Bashk, mirëmbrëma. Kam 3 analistë në studio, Zyluftar Bregu, Ermal Peçi dhe Leonard Karaj. Mirëmbrëma zotrinj, kënaqësi që kam në studio. Ndërsa përmes lidhjes direkte është juristi i njohur zoti Kreshnik Spahiu. Kreshnik, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një lexim të shpejtë të rezultatit të djeshëm. Çfarë e shkaktoi? Po, dje ka 2 rezultate. Rezultati i parë është mos pjesëmarrja historike në zgjedhje, që do të thotë shënohet rekordi i ulët negativ i 35 viteve të fundit. Sigurisht ka disa shkaqe objektive dhe subjektive në këtë për shkak të kësaj mos pjesëmarrje. Ishin zgjedhje të pjesshme lokale, kishte një bojkot partisë kryesore, po ashtu kishte një bojkot partive të reja të cilat ngjallën një frym dhe një shpresë 5 muaj më parë. Nga ana tjetër ka një dëshpërim të madh të sidomos të votuesve të rinj. Nga ana tjetër rezultati i dytë ishte ai i cili ishte i pritshëm.
fitoria 15-0 përsëri e Partisë Socialiste, i cili në çdo lloj rasti nuk mund të jetë një rezultat pozitiv, sepse tregon në një farë mënyrë regresin e demokracisë dhe pluralizmit politik në Shqipëri. Kjo ngjarje ndodhi në të njëjtën ditë dhe në të njëjtën orë me zgjedhjet në Kosovë, zgjedhjet të cilat ishin plot ngjyrë, plot pluralizëm, plot demokraci, plot eksperiencë në mënyrën e menaxhimit dhe administrimit të procesit zgjedhor, plot shpejtësi. Në orën 7 u mbyllën kutitë e votimit dhe në orën 8 u mor vesh kush ishte fitues dhe kush ishte humbës. Dhe fatkeqësisht një diferencë shumë e madhe, por për ajo që më shqetëson më shumë nuk është shpejtësia e numërimit të votës, sepse mendoj që ajo gjëja që riparohet më shpejt. Ajo që më shqetëson e cila kërkon kohë është demokratizimi i mentalitetit të votuesve shqiptar, të cilët tashmë po ta shikojmë, po shkojmë drejt një orientimi që kemi. Nxirni në mur, ju lutem, don rezultatet të bashki më bashki. Okej, po flasim për pjesëmarrjen sipas grup moshave, po e nisim me këtë. Në për Bashkinë Vlorë janë të ndarë pjesëmarrja sipas grup moshave. Për grup moshën nga 18 deri në 24 vjeç kanë votuar vetëm 7.87%. Për grup moshën nga 25 deri në 34 vjeç kanë votuar 8.79%. Grup mosha 10 deri në 12, grup mosha 35 deri në 44 vjeç 10 deri në 12%. Dhe vjen gjithnjë duke u rritur, grup mosha 45 deri në 54 vjeç 11.37%, grup mosha 55-64 16.77% dhe grup mosha mbi 65 vjeç 18.57%. Si e shpjegon Kreshnik këtë, tu e pas kanë përcaktuar le të themi pensionistët dhe është refuzuar nga rinia votimi. Tani, ky është edhe një lajm i mirë edhe një lajm i keq. Lajmi i mirë është që mendoj që shoqëria shqiptare ka qenë gjithmonë e indoktrinuar dhe politizuar. Dhe në një farë mënyrë është mirë të shtensionohet dhe depolitizohet paksa. Por kjo nuk do të thotë që të përkthehet me indiferentizëm dhe bojkot, sepse ajo shtresë që duhet sjellin ndryshimin, padyshim që është pjesa e re e cila rinia e cila është larg establishmentit politik. Po ta shikojmë krahasuar me Kosovën, nuk ka fitues, nuk ka humbës, janë ndarë gjithë bashkitë në 5 parti të ndryshme, përfshirë dhe listën serbe në 6-7. Lista serbe ka 10. Ka 6-7 llogarita si një subjekt, isha parasysh. Po, dhe çfarë ndodh? Në Shqipëri nuk ka garë, ka humbur gara. Kudo në zgjedhjet lokale ka rivalitet. Në Shqipëri nuk ka më rivalitet. Madje edhe kur futet Partia Demokratike pa parti të tjera, deri më sot kemi pasur 35 vjet që nuk ka mundur asnjëherë një parti e tretë apo një pol i tretë me përjashtim të zgjedhjeve në vitin 1998, ku Shkodrën e ka marrë balli kombëtar, në një sfidë ku mori një bastion të Partisë Demokratike, po mundi edhe socialistët, më në 35 vite nuk ka mundur të futet më një faktor i tretë. Okej, ja regjia në kanë nxjerrë në mur don rezultatin e Vlorës, don kandidatja e Partisë Socialiste ka marrë 78.4%, i pavaruri Dionis Sota, po që mbështetej nga Partia Demokratike ka marrë do të jetë 15%, korrigjojeni ju lutem, ndërkohë Gjergj Nika i pavarur, por gjithashtu i dal nga Partia Demokratike, është 9.9%. Janë të vjetra këto, po të shofsh atje. Po? Është azhornimi i fundit, po nuk është... Po, okej, tani po është e saktë. 11.7 kemi Dionis Sotën, ndërsa ju lutem nxirni dhe Beratin, tjetër qytetin e madh.
E kemi? Mati. Jo Matin. Okej, Matin, pastaj Beratin. Në Mat kemi donë Altin Bojnin e Partisë Socialiste me 66.5%, i pavarur i mbështetur nga PD-ja Eduard Brahilika ka marrë 28.5%, dhe 4.5% një e pavarur e cila ka dalë që një dalje nga Partia Socialiste. Pra, sërish do në 2 në 3 veta dhe në Mat ka votuar Partinë Socialiste. Beratin, ju lutem? Pra, kandidati i Partisë Socialiste 83.4% Ervin Ceca, Pablo Shkarpa i mbështetur nga PD-ja vetëm 16.7%. Pra janë shifra të frikshme. Me këtë ritëm jemi duke e eliminuar, duke e zhdukur pluralizmi politik. Qa po ndodhë, Muqi? Përse ky rezultat? Atëherë në radhë parë në dokumentoj pjesëmarrjen jashtëzakonisht shumë të ulët. Pra, një pjesëmarrje në mesatare diku te 18% mos gaboj, më nuk di rast tjetër historik përveç Haitit në kohën e luftrave civile të bandave, si më thënë, që nga frika populli nuk dilte për të votuar, po 12% që e ka Vlora, nuk di në rast tjetër historik që pjesëmarrja në zgjedhje, qoftë ato lokale të jetë në shifra kaq të ulta. Çfarë na tregon kjo? Na tregon pikërisht se sa pak rëndësi ka për qytetarët e Shqipërisë pushteti vendor. Nga momenti që kemi një kryeministër i cili në mënyrë deklarative del dhe thotë që ata që janë të zgjedhurit e popullit në nivel lokal duhet t'japin dorëheqjen me urdhrin tim, atëherë tregon që vetë qytetari në Vlorë, në Berat dhe kudo tjetër e percepton që këta janë thjesht emëruar për cilët si të votojmë, si mos votojmë, nuk bësh se bën ndonjë dallim të madh, domethënë, dhe vetë fakti që kanë bojkotuar procesin e votimit dëshmon atë refuzimin që kanë ndaj sistemit politik, do thoja. Nga ana tjetër, fakti që Partia Demokratike në këto zgjedhje doli me këtë eksperimentin ose tezën e re të pavarurve në thonjza, por që mbështeteshin nga Partia Demokratike. Argumenti që na u dha, të paktën publikisht, ishte që duan të maksimizojmë votën. Pra jo vetëm me kandidatin e PD-s, por edhe dikë që është i pavarur që të tërheq elektoratin gri. Tani qarta që ky rezultat dëshmon që as që kishin ndërmend të mbështesnin kandidatin në thonjza të pavarur, thjesht donin të hiqnin përgjegjësi nga vetja për një humbje të paralajmëruar dhe të parashikuar me pak fjalë. Dhe e njëjta gjë kishte për ndodhur në Tiranë. Sikur të mbaheshin zgjedhjen në Tiranë, kishte për të parë që PD-ja dhe strukturat e saj as do ta mbështesnin fare atë që doli Gjoja si kandidat i pavarur. Këto si shifra të fitores pra të Partisë Socialiste, unë nuk i gjej as në Korenë e Veriut. Sinqerisht, edhe Korea e Veriut në mënyrë të jetë kështu qesharake ka disa parti tjera aty në parlament për të thënë që kemi dhe ne. Se ka sistem multipartiak. Hiqet sikur ka. Do vetëm për të thënë që shikos edhe ne, po me këto shifrat 83%, 84% as aty nuk justifikohet. Thjesht dëshmon edhe një herë atë refuzimin e votuesit karshi establishmentit politik. Dhe për më tepër, unë mendoj që kur Partia Demokratike thotë që nuk ka garë, do thotë se në këtë mënyrë dhe me atë që përfaqëson Partia Demokratike e ka të pamundur të fitojë. Dhe për të ka drejt. Sepse unë mendoj që Partia Socialiste, Partia Demokratike, si thua që janë dy anët e së njëjtës medalje, e cila kur hidhet në ajër, bie gjithmonë Partia Socialiste. Pra, edhe Partia Demokratike në të shkuarën e saj i ka shfrytzuar të gjitha këto mekanizmat për të orientuar votën. Administratën publike, shantazhin, blerjen, gjitha këto mekanizma nuk i ka shpik PS-ja. Ka ndodhur në 35 vjet, por ama fakti që PS-ja tashmë ka marrë dhe mandatin e tretë, dëshmon që Partia Demokratike me këtë model që përfaqëson e ka të pamundur që të rrezikojë Partinë Socialiste dhe këtë gjë tregoi edhe me vetë kandidatin. Çfarë ndodhin këto zgjedhjes? Bile don këto ndodhen sapo kishte plasur edhe skandali don që merret e pandehur për një aferë ku janë zhdukur të paktën 50 milion euro numri 2 i qeverisë, dhe sa më shumë skandale dalin, sa më shumë hetime bën prokuroria e posaçme, aq më shumë thellon hendekun Partia Socialiste. Realisht në këto zgjedhje të pjesshme lokale nuk ishte garë. Së pari, sepse Partia Socialiste thot fitoi 5 bashki, por ishin të 5 bashkitë e saj.
ku ka... Jo, bashkit janë qytetarve. Po, nesër... Në momentin që hapen kutit, nga Partia Socialiste. kronometri shnohet 0-0. E dyta, Partia Demokratike në përmjet trukut saj që mbështetit pavarur në fakt doli nga gara. Pra Partia Demokratike nuk kandidonte në këto zgjedhje. Arsyet sepse nuk kandidonte janë të sajat, por duke mbështetur kandidatët e pavarur, ajo de facto doli nga gara. E treta, me që Mund të kemi kishin një rezultat ndryshe në qoftë se do... Pa tjetër. E treta, pak më ndryshe, e treta, me që kemi dhe zotin deputet të Lëvizjes Bashk, partit e reja që ju e thatë në hyrjen tuaj që ngjallën një lloj shprese 5-6 muaj më parë, treguan përveç asaj që ka treguar në zgjedhjet e përgjithshme, treguan dhe një gjë tjetër këto zgjedhje që janë parti kryeqyteti. Asnjëra nga partitë e reja nuk ka struktura, nuk ka shtrirje kombëtare në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht është e vështirë për shkak të erozionit të gjithë Shqipërisë drejt Tiranë-Durrësit, por partitë e reja, në qoftë se duan të jenë dinjitoze në garat elektorale, duhet të kenë shtrirje kombëtare. Përveç faktit që nuk kanë leadership, sëmundja e dytë që po tregojnë është që nuk kanë shtrirje kombëtare. Në këto rrethana, kur kemi të bëjmë me këtë kontekst, sigurisht që për mua nuk ka garë, nuk ka demokraci dhe, si që tha dhe zoti Spahiu, që në Kosovë paka shumë ishin të gjithë gëzonin, të gjithë pjesëmarrësit në garë gëzonin se kishin kishin meset të gëzonin, kishin fituar diçka, në Shqipëri nuk ishte garë, kishte vetëm një fitues që fitoi ato që kishte. Qytetari shqiptar në këto rrethana është gjëja, sjellja më e mirë, më dinjitoze që të mos shkoj, të abandonoj zgjedhjet, por që të jemi tërësisht real në analizën tonë, më lejo të them dhe 2-3 fjali në raport me pjesëmarrjen. Së pari, pjesëmarrja e vogël llogaritet mbi bazën e listave formale, që ju i dini, listat formale të KQZ-s janë diku te 3.ca milion votues. Ndërkohë që censusi ka treguar që ne jemi 42%. Pra më shumë se 2 fishi pjesëmarrja se sa të zgjedhjet e djeshme. Pra gjithsesi. Pjesëmarrja është skandaloze dietë. Dakord, por e dyta, zgjedhjet lokale kanë më pak përqindje votimi, votuesish, se sa zgjedhjet kombëtare. E treta, zgjedhjet e pjesshme lokale kanë sigurisht më pak votues se sa zgjedhjet lokale. Dhe e fundit që dua të them, kjo tregon domethënë abandonimi që i ka bërë elektorati zgjedhjeve lokale tregon dhe degradimin ku e ka çuar pushteti qendror pushtetin lokal. Pushteti lokal është tashmë një fosile e asaj që ka filluar me autonominë e pushtetit lokal. Tani nuk kemi më autonominë të pushtetit lokal, më thot një miku joni për Bashkës, po ja them emrin, kur e pyeta ore pse nuk ka më media në këtë rrethin tuaj këtu, në Gjirokastër, më tha nuk ka më media sepse nuk ka më pushtet lokal, sepse edhe rojen në prefekturë ose në bashki e caktojnë nga Tirana. Dhe media nuk mund të ekzistojë kur nuk ka pushtet lokal autonom. Kuj do t'i kërkoj llogari media lokale kur s'ka pushtet lokal? Kështu që kjo tregon edhe fakti... Kur nuk ka pal, nuk mund të ketë kundërpal. Patjetër. Pra fakti që pushteti lokal ka degraduar, s'ka asgjë në dorë, pse do votojnë qytetarë shqiptarë? Ermal? Shko, ne duhet ta kuptojmë që në fillim që nuk ishte realisht një garë. Ne e kishim të njohur apo ishte përcaktuar se kush do të ishte fituesi. E dyta ishte çfarë çon që ne ta marrim të mirë qen këtë, se ne tani nuk kemi në kohën e komiteteve ekzekutive. Ka një problem. Realiteti që ne perceptojmë është shumë pranë asaj se çfarë do të ndodhi. Pra ne kemi parë që në moment që këto fushata ishin pa frym dhe kur nuk ka një fushat frym, dihet që e favorizuar është mazhoranca. E treta ishte pjesa që opozita është përsëri në një kaos. Pra, strategjia që kërkonin për të përdorur si oksigjen kandidatët e pavarur nuk funksiononte. Sepse ne dim shumë mirë që shoqëria shqiptare është e polarizuar, vetë klasa politike ka polarizuar shoqërinë sa i ka ndarë sa majtas dhe djathas dhe
është shumë e vështirë për gjetur këtë shtresë ngritët për ta kërkuar. E katërta është që politikanët e rinj, ose aktorët e rinj, se fjalë e madhe politikan, aktorët e rinj të cilët janë pjesë e parlamentit, zgjidhen të bëjnë rolin e analistit dhe jo të marrin përgjegjësitë e politikanit. Ata do duhet të ishin secila prej partive të reja të kishte kandidatin e vetë për të parë edhe ata peshën reale elektorale që kishin në përzona, ta kishin nxjerrë nga dheu dhe nëse nuk do kishin. Kështu që në këtë kontekst edhe përveç gjithë situatës që bashkitë lokale nuk përfaqësohen dhe nuk perceptohet në interesat mëdha ekonomik, kuptoj që gjithë kjo situatë të shkonte edhe te pushteti i madh që tashmë ka Rama dhe zhgënjimi që vinte tek opozita apo tek Partia Demokratike se vetë zoti Berisha çdo mëngjes që zgjohet përdor nga një fabul të re, dhe kjo ka bërë që shqiptarët të distancohen edhe të krijojnë një frymë mosbesimi ndaj politikës dhe atë çfarë ju treguat që si grafik po të shikoje, mos them që pjesa më e madhe atyre që kanë votuar o kanë lidhje interesi me Partinë Socialiste ose janë njerëz të cilët janë punësuar në shtet dhe kanë atë frikën apo merakun që hajtë të shkojmë të votojmë sa për të thënë se s'kemi çfarë bëjnë ndryshe se do të na kërkojnë përgjegjësi. Pra, patronazhistët janë loj. Duke bërë gjithë këto komponent, vim te ky rezultat, për shkak se edhe vetë opozita, duke mos ngritur do të frymë, sjell këtë situatë kaotike dhe absurditeti ku ju e thatë vetë që edhe pse numri 2 qeveri zonja Balluku është akuzuar nga SPAK, edhe pse tashmë ke një sër funksionarësh lartë Partisë Socialiste në dyert e SPAK-ut, ca janë kërkim, ca presin të shkojnë pas ekurave, pritet përsëri që do të kemi emra nga ish funksionar të lartë Partisë Socialiste që mund të shpallen non grata në këto ditët që vijnë, dhe përsëri ta fitojnë. Të paktën në informacionet që kam unë, mendohet që një prej ish funksionarëve të lartë Partisë Socialiste, ish apo aktualisht funksionar? Ish, unë kam me ish funksionar, ka pasur rol shumë të rëndësishëm, mund të bëhet zyrtarisht non grata. Qarkullohen në sfera diplomatike, por akoma nuk është bërë. Qa pozicioni ka pasur, se emri e shoh që zotat bërë? Nuk të jap shumë detaje, se pastaj i bie që, por në këtë informacion kam. Ka qenë ministër, ka qenë? Po, ka qenë, po them, ka qenë funksionar i lartë, ka qenë ministër dhe nuk është më për momentin, por është një njeri i cili ka peshë kryesore në Partinë Socialiste. Dhe mendohet që mund të jetë një person i cili mund të vijë në vazhdën e shpalljeve non grata. Qartë, e kuptova kush mund jetë. Po thuaj pra, e kuptove. Po, faleminderit që... Se kam të informacion. Ermali e ka, Ermali ta thot. Jo, ti e bëre si puna asaj veprës... A i e di më mirë se sa unë. A i te ndëri thajt, na duhet një vingjer, a duhet 27 vjeç, të ketë këtë lloj patentet, mundësisht ta ketë emri Shaban. Po. Edhe e gjetën Shabanin ata. Tani thuaj edhe emrin, që të bjem dakord. Edhe ky Shabani kaq, të 27-ta duhet i. Po kthehemi tek zgjedhjet e djeshme. Tani, të thuash zgjedhje, domethënë do duhet t'i japësh pastaj një konotacion serioziteti kësaj historie, sepse realisht nuk duhen marrë kaq shumë seriozisht, se nuk ishin zgjedhje. Jo, si duhet marrë këto, duhet marrë me jo me seriozitet, po duhet marrë me dramacitet. Do të sepse jemi duke sa gola do bësh. Jemi duke zhdukur pluralizmin o zotri. Si duhet marrë me Ti dhe unë po e seriozitet. zhdukim thua? Urdhro? Ti dhe unë po e zhdukim. Po ne si shoqëri të gjithë Po, ka një gjë. Këto zgjedhjet e djeshme na treguan që ato të 2019-s ishin lule kundrejt këtyre. Sepse minimalisht në 2019 ishte vetëm Partia Socialiste në zgjedhje dhe pati pjesëmarrje shumë herë më të lartë se sa këto. E para. E dyta, në qoftë se në 2019 bojkoti i opozitës ishte teorik dhe praktik, në zgjedhjet e djeshme ishte thjesht praktik, sepse në ana teorike Partia Demokratike mbështeti të ashtu quajtur kandidat të pavarur. Pra ti kandido, por unë humbjen tënde nuk e marr përsipër. Pra kjo ishte alibia e bukur që zgjodhi leadershipi i Partisë Demokratike, po them këtë sepse është partia më e madhe në opozitë. E treta, dhe për mua ka qenë një gabim i madh, sepse ti mund të futesh në fushë dhe të humbasësh, po ka dhe humbje me rezultat
minimal dhe ka humbje si punë e kësaj humbjes tu. Dhe për më tepër, këto zgjedhje të paktën në Vlorë treguan një gjë tjetër, që duke parë pjesëmarrjen nga ana e Partisë Socialiste, zonja ka marrë 15.000 kusur diçka vota, as 16.000 vota. Atëherë teorikisht PD po të ishte futur në zgjedhje dhe të ishte futur seriozisht në Vlorë, mund ta kishte rrezikuar. Mund ta kishte rrezikuar, sepse gjasa të thonë që në 11 maj PD-ja ka marrë gati votat që ka marrë kjo zonja. Ndërkohë që dje mori 2.000-3.000 vota, gjithë, të dy kandidatët. Pra duket që edhe nga ana pragmatiste, PD-ja ka bërë një gaf elektorale, po them, nuk po merrem me pjesën tjetër. Por aty, në qoftë se ne në 2022-shin, 2023-shin, 2025-ën, gjithmonë i vinim faje ku s'kishim vull, ku nuk kishim logo, ku na i vjedh Rama, ku na bën këtë, ku na bën atë, në këtë rasti konkret thjesht nuk pranuan fare që të dalin në fushë betejë. Edhe një herë, unë nuk besoj te bastionet. Se shumë thonë, domethënë, po shiko se Shkodra është bastioni i djathtës, Vlora është bastioni i smajtës. Jo, këto janë teoria që i kemi krijuar vetë ne. Nëse ti në zgjedhjet lokale, nxjerr. Mund ta ki për shembull në Fier të fitoj PD-ja në bashkinë. Po, të nxjerrësh një kandidat, një qytetar i cili të ketë realisht, moral, qytetaresk dhe ta duan njerëzit aty. Ti mendon që në zgjedhjet lokale njerëzit shkojnë pas partive tërësisht apo shkojnë dhe pas individit? Se nëse ti vendos një individ realisht me pesh, edhe këto bastione nuk ekzistojnë më. Nëse ti pastaj do tallesh, do vendosë me gjithë respektin për Dionis Sotën aty, po s'pas ka Vlora 100.000 banor, një person që të kenë marruar shkollën e lartë. Me gjithë respektin, thashë nuk dua të merrem me atë personalisht. Po ti je në vitin 2025 dhe ti thuash tjetrit, ti thuash Redi, ta ke mbaruar, ke një diplomë në xhep, apo nuk e ke, mua më duket fatale kjo. Ta thoshe në 1994, hajde mos e vi nga regjimi komunist, nuk më lajën Verogja, bëje shkollë. Okej? Pra, jemi kuthret që Ameti në raport me opozitën. Pse merre me opozitën, nuk merre me Maxhoran? Nuk kam për çfarë të merre me Hajdutin. Hajdutin e njeh gjithë bota. Ka marrë fund këtu. Pra Hajduti ti du t'i gjesh kundra peshën tënde, kundër Valencën tënde. Dhe nëse ti një në mëngjes ulesh me të në kafe, në drek shkruan firmos marrëveshje si kundër të vinë ty për ise. Dhe në darkë pastaj fillon të bësh opozitarin, kjo nuk është opozit pastaj mbrapa. Do dalim që në 2027-ën, nëse do jenë 61 bashki, 60 do një marrin në PS-ja dhe një bashkia lapidar që do ngele, do jetë ajo e Kavajës, madje mi që kujtoa dhe për Kavajën, edhe sot, se për këta janë të paparobur. E heqin me një të rënd lapsit, kryetarin e bashkisë Kavajës, e heqin nga kryetari PD-je. Pa e marë, pa i thënë fare asë dhe një gjë, zero. Në momenti kur Hysén Kadiu, ish kryetari i PD-s Kavajës, u largua nga detyra për shkak të primareve, u komandua zoti Fisnik Qosja. Pa i thënë fare, e kanë hequr dje flamur në. Tani edhe në kohën e Enverit nuk ishte edhe sekretari i parë dhe kryetar komitetit. Në momenti kur e vendos ja merr lejen ti, në momenti kur e heq nuk i merr leje fare ti, aty thjesht po të heq po të shkarkoj. Prisë s'bëhet kështu, se nuk është partia e ke parasysh kazerë mushtarake, oficeri aty ushtari në fund. Ka dal nga linja e partisë ai? Jo, e mora si shembull. Pra, janë një sër gjërash komponentë, të cilët të bën të besosh që nëse kjo opozitë do vazhdojë me këtë lloj trendi, nuk ta ka fajin më Rama. Do dalin ajo batuta e mfashme e tia, o gzim, sa mandate ke ati ti në Maliq, mo 7, se pas të 4 i thatë harrojnë, tha këtu, të lenë pushtet, gjithë kohës. Pra, kjo nuk do jetë më batut, po do jetë fakt. Dhe do dalim ne këtu, dhe do themi që në 2027 apo 2029, jo që s'do dalim do të bëjmë fushat për opozitën, po do kem frikë të më të kërkoj dhe njerëzit shtëpis votën për PD-n. Pra ne do të shikojmë këtë pjesë. Okej, ne themi PD-ja, po partitë e reja, ju për shembull pse nuk morët pjesë? Po ata ta tha pak a shumë, domethënë, këta janë parti krahinore, Tirana. Po mi më don. Jo, Tirana se. Flasi zoti punës vetë. Më fal. Po, dakor. Tash shiko, ka disa arsye. Në radhë parë sepse ne kandidimin në zgjedhje, cila do zgjedhje qofshin ato e marrim jashtëzakonisht shumë seriozisht, kuptimin që nëse do kandidonim këto zgjedhje të pjesshme lokale, do duhet të ishin përgatitur me programe të mirëfillta, me kandidat të denj, sepse ne nuk mund ta nxjerrim një kandidat nga dheu. Ne ka pasur plot raste që na telefonojnë individ caktuar dhe thotë kandidojmë për ju, thotë, po zotëri.
a ke qenë ndonjëherë antar i Lëvizjes Bashk, a je pjesë e jona, a ke qasjen tonë, a ke një program e mëradhë, sigurisht që jo. Pra ne, në qoftë se i propozojmë një kandidat qytetarëve të cili do qarku, jemi përgjegjës për atë kandidat dhe thash duhet ta mbështesim me një program të qartë politik e para kjo. Dhe lidhet me fakt një thatë zotëria pak më parë që për hir të së vërtetës, ne që sapo kemi nisur rrugtimin ton politik, e kemi më të vështirë të kemi struktura në çdo qark të vendit. Nëse do bësh një zgjedhje në Fier, në Durrës, në Korçë. Përse e keni të vështirë? Ju keni vite që jeni krijuar si subjekt. Në dhjetor 2022 jemi krijuar si subjekt, si parti politike me fjalë dhe që të ngrem struktura të shëndosha në gjitha qarjet e vendit do kohën e vet për të përfaqësuar me njerëz të denj. E dyta, ka të bëjë me faktin që presioni politik ndaj kandidatëve, sidomos të Lëvizjes Bashk, nëpër lokalitete ku njerëzit e njohin njëri tjetrin, ku si thua mundësitë e punësimit janë minimale, nëse jo në administratën publike, është jashtëzakonisht shumë i madh. Në Gjirokastër për shembull, i është bërë presion atij që përfaqësonte i pari listën e Lëvizjes Bashk, si thua nga lloj-soj njerëzish në administratën publike. Atij, familjes tij, babait tij e merr. Çfarë presionish? Presioni që dil nga lista ose për ndryshe, nuk e di. Do të heqim nga puna. Në punë janë ata në administratë publike. Do vim të taksojmë në biznes, njërën tjetër, lloj-soj presione të tilla. Kështu në lokalitete të vogla është jashtëzakonisht shumë e vështirë liria e shprehjes, ajo që thatë zotëria pak më parë. Lufta e klasave është më e ashpër në rrethe. Po, por nëse ju ngeleni vetëm parti kryeqyteti. Nga ana tjetër, e treta, dhe një faktor shumë i rëndësishëm, ka qenë fakti që ne me burimet tona, le të themi njerëzore, jo shumë të mëdha, përgatiteshim për zgjedhjet në Tiranë. Dhe kjo shtyrja e afateve, vendimeve të kushtetuar do mbajnë në 9 nëntor, po në 10 apo na bëri që të përqendronin forcat tona për garin që do ndodhte në Tiranë, si thua, duke bërë që mos përgatiteshim për këto zgjedhje të pjesshme. Gjithë këta faktorë bëjnë që ne të mos hymë në garë për hir të hyrit, siç bëri për shembull PD-ja. Ne kur hymë me përgjegjësi të plot për atë që propozojmë komunitetit. Qartë. Kreshnik, e njëjta pyetje për ty. Përse nuk po, ndërkohë që PD-ja është në rënje të lirë, madje në rrokullisje, PS-ja skandalet, mbulojnë skandalet, dhe ndërkohë këto partitë e reja nuk përgjejnë terren. Si e shpjegon? Mendoj që janë dy faktorë, njëri objektiv, tjetri subjektiv. Pari duhet kemi parasysh që gjithë infrastruktura politike dhe zgjedhore është krijuar në disavantazh dhe në disfavor të partive të reja, si pasojë një marrëveshje absolute që ka Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, gjë e cila bie në sy në zgjedhjet lokale ku jemi një nga vendet e pakta në Europë që kemi hequr balotazhin. Pra, Shqipëria në zgjedhjet lokale nuk ka balotazh. Nëse dje Kosova kishte raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Shqipëria ka vetëm një raund. Dhe kryesisht balotazhi gjithmonë avantazhon partitë e reja, partitë të cilat nuk kanë mundësi që të fitojnë me garën e parë 51%. Mos harrojmë, sa për kujtesë, po ju tregoj që Shpend Ahmeti në Kosovë arriti të fitonte Prishtinën vetëm si pasojë e balotazhit. Pra, duhet të them që edhe vetëvendosja si parti kur ka qenë në fillesat e veta, mundi fillimisht të çante nëpërmjet sistemit balotazh. Aty ku nuk ka balotazh është shumë e vështirë, e para. E dyta, mendoj që partitë e reja nuk është se e humbën shansin e tyre historik dje. Ato e humbën në 11 maj, ku kishin mundësinë që ato 150.000 vota t'i konvertonin në 15 deputet, por ajo kërkon një sakrifis qoftë edhe duke ceduar në disa marrëdhënie të cilat ata kanë pasur personale, por fushata e 11 majit tregoi që lufta mes tyre ishte më e ashpër se lufta kundër Ramës dhe Berishës. Nga ana tjetër, lëvizja që ka bërë Sali Berisha me Partinë Demokratike në këto 5 bashki, më shumë se për të penguar Partinë Socialiste, ishte për të penguar partitë e reja.
sepse vetë Partia Demokratike nuk e regjistrua. Hapja, inkurajimi për të dalë kandidat pavarur, ishte për të zënë llogoren për balë PS-s, që mos hynin këto partitë e reja. Për shembull, pse nuk thanë ata, po mbështesim kandidatët e partive të reja? Sepse nuk duan që ti fuqizohen. Partitë e reja s'kishin kandidat. Dëgjoj, kur u diskutuat çështja e kandidatëve, ishte edhe Tirana në lojë. Për shembull, ju kujtoj që Agron Shehaj e artikuloi pari këtë si ide, nxori dhe Ermal Hasimen, momentin që nxori kandidat një parti e re, ata u futën në lojën e kandidatëve të pavarur dhe tha, tani kush të dojë të kandidojë dhe ne do t'i mbështesim dhe improvizuan dhe Florbinën. Dhe po ju them një gjë. Paktën kjo është parashikimi im. Unë mendoj që ajo ka qenë absolutisht një lojë e stisur. Dhe ju do e shikoni që në zgjedhjet kur tjetë Tirana, këta nuk do e kandidojnë Florian Bina. Do e të reqin. Pra, ata do thonë, ne e provuam skemën me të pavarur, nuk funksionoi, sepse e dinin shumë mirë që as nuk funksionon të as nuk ishin dërmend. Unë nuk tërhiqem. Kush? Binaj, Florian Binaj ka thënë që unë nuk tërhiqem. Pavarësisht se do në zgjedhjet u anulluan. Pyetja është për Florian Binaj. Florian Binaj është për t'i bërë një pyetje. Flori, në qoftë se po doja del me një kandidat, vazhdon si i pavarur? Kjo është pyetja për Florianin. Pra, edhe unë do e votoja Florin, në qoftë se po doja, do nxjerrë një kandidat të vetin dhe Flori vërtet do të tregoj karakterin e tij të fortë për të vazhduar i vetëm. Por unë e kam me dyshim që Flori do vazhdoj vetëm garën, nëse po doja nxjerr një kandidat politik. Sajn. Pra, në këtë kontekst do të thoja që mendoj që po doja më shumë me këtë nxjerrjen lojë të kandidatëve të pavarur, sepse unë jam i bindur që nëse po doja nuk do mbështeste kandidat pavarur, pra do rrinte si bojkote në 2019-s, jeni të sigurt, paktën unë kështu e parashikoj, se gjithë këto partitë e reja do vinin nga një kandidat për të tentuar në për këto 5 qarqe. Megjithatë, është e vërtet ajo që jemi ende larg asaj për të krijuar parti të reja me karakter kombëtar, pra me një shtrirje gjeografike në të gjithë qarqet. Kjo na bën të kuptojmë pse ka qenë dhe ajo lufta e fortë për Vulën, që shpesh herë u kthye në një satirë dhe shumë komike. Për faktin sepse sot po të kesh një parti si PD-ja apo PS-ja, është një aspekt kombëtar për shkak të infrastrukturës që ato kanë. Ato kanë zyra në çdo qytet, ato kanë miliona euro buxhet, ato kanë logjistik, gjë të cilën po është e vërtet që e ngriti LSI-ja dhe unë mendoj që LSI-ja nëse do të kishte luajtur ndryshe do shënonte rritje. Në këtë vazë, sepse më gacmoj pak kjo e kandidatit Flor Binaj, a do të shkonte i pavarur. Qofse Flor Binaj do dali kundër Berishës, a i do të bjerë me një breshëri që nuk e ka kuptuar ndonjëherë, sepse nga e ro, nga një Zelensi do dali tradhtar. Atë do të sulmojnë si Flori që i bënte PR e Rion Veliajt, si Flori që imiton të Ramën, pra duhet të futemi në kostumin që do të mirte dhe në gjuhën që do të sulmon të zoti Berisha. Në këtë kontekst të zhvillimeve politike, unë mendoj që në momentet e para, në fakt, kandidatët e pavarur ka qenë një truk edhe ka qenë një mënyrë se si Berisha të mirë të oksigjen. Sepse dhe ditën e sotme, kur gazetarët e pyetën, a i përdori një manovër për të marrë pak ajër dhe për të shmangur nga diskutime dhe nga problematikat reale që ka Partia Demokratike, dhe tha ata ishin të pavarur. Ndërkohë ne akoma, zoti Berisha dhe Partia Demokratike nuk kanë bërë një përmbledhje dhe nuk kanë bërë një analizë se çfarë ndodhi 11 maj. Ata akoma, po t'i pyesës që çfarë janë përgjegjësitë, ku janë përgjegjësitë e drejtuesve politik të Partisë Demokratike për Rumën, ata përveç se thon fjalën regjimi, nuk kanë asnjë fjalë tjetër në fjalorin e tyre politik. Dhe ky është problemi i madh që element të cilët ne i mbajmë për politikan, ta kenë fjalorin e tyre gati me 3-4 fjalë të cilat orientohen
nga diskursi i zotit Berisha. Kështu që në këtë kontekst... Ja se regjia në nëzori në mur, do në Cëriku, një qytet modest, me një bashki modeste, ku është e vetëmja bashki ku një nga partit e reja kandidoj. Dhe kemi do në Partinë Socialiste që ka marrë 59%, i mbështeturi nga PD-ja 29%, jo do tjetë gabim, 20%, ndërsa ai i lëvizjes Shqipëria bëhet 13%. 13% guxuan dhe morën 13%. Ju përse nuk guxoni? Sepse ne thash dhe një herë, marrim shumë seriozisht kandidimin. Pra, nëse partitë e tjera, treja, edhe në zgjedhje 11 majit, kam funksionuar me këtë logjikën e listave të hapura, pra që kushdo, cili do qoftë kandidati edhe me të shkuar, le themi, me PD-n, me PS-n, cili do qoftë ai, hyn në këto listat tona të hapura dhe mbledh votat e veta, atëherë ai mund të qëndrojë dhe me votat e veta pastaj të dalë deputet. Pra e përdorin partinë thjesht si një sigël për të hyrë në garë, për të përdorur metodat e vjetra që të mbledhin, nuk e kanë për zotrinë në fjalës asë një fare, me thënë drejtën. Megjithatë, si qasje, si logjik, qasja jo nuk i parafrohet fare kësaj. Ne e thash dhe një, jemi shumë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm për kandidatët që i ofrojmë elektoratit. Rrjedhimisht zgjodhëm që në këto zgjedhje mos hymë, megjithatë, zgjedhjet 2027-s do përpiqemi të kandidojmë në të gjitha qarqet. Po ama me përgjegjësinë e asaj që i propozojmë publikut. Në të gjitha qarqet apo në të gjitha bashkit? Në të gjitha bashkit duhet të them. Okej. Në qartë. Ndoqët deklaratën e sotme të Berishës, pas mbledhjes së grupit, tha ne nuk do ta lejojmë, tha që të cënohet parlamentarizmi, para lajmëroi që do të ngrënë një foltore para kryeministrisë, ku do kërkojnë dorëheqjen e të dyve, edhe të kryeministrit dhe të zëvendës kryeministres. Është një deja vu kjo, apo mendon do se... Inshallah nuk ja dhe emri Republika e Re, mor burr. E mban mend ti çadrën e lulit 2017. Po. Republika e Re ishte ajo. Kur e çoja Republika e Re? 43 apo 44 deputet. 43 deputet. Ky është një film i parë. Në qoftë se pastaj aty, dhe kjo është pak po e sigurt, janë rrudhur dhe nga idet, se si të bëjmë politik, kjo tregon më shumë të faktin dhe më thënë që ky lloj leadershipi më e pakta të gëzojë edhe këtë 4 vjeçar të deputetëku që e morën me vull, sepse e morën për shkak edhe të ndryshimeve që bërën kodin zgjedhor, që i mbyllën gjitha listat. Ato të mbyllura ishin, po i mbyllën akoma më shumë, që e siguruan fare, s'kishte nevojë fare të bëje zgjedhje brenda listës së mbyllur, dhe ti ke prodhuar aty një ushtri me 40 siames të zotit Berisha. Po si duhet reagoj, tani donë sepse i përjashtojnë, nuk i lënë të plasin, donë nga 10 seansa, vetëm një është bërë me debat, të 9 të tjera do kalohet në votim pa debat. Ja ta japi seancën që u bë pa debat fare. Ishte seancën e fundit projekt ligji për barazin gjinore. Një gjë shumë e rëndësishme për mendimin tim që duhet të debatuar. Absolutisht shumë e rëndësishme. Madje, aq e rëndësishme sa do duhet kishte pas një debat publik më përpara, po anitse kësaj historie. Kur erdhi puna e votimit, ishin vetëm 30-35 deputet të opozitës që votuan kundër. Më ndihmon nëse jam gabim me numra. Diçka e tillë. Diku te një gjysmore më vonë u votua për këta komisionet zgjedhor dhe territoriale, ku do ishte o Erdi dhe Damjani të dy bashkëpunëtor. Aty opa mbin këta, u bën 110. Pra pse nuk u futet ti për hir të deputetëllekut, për hir të atyre që të kanë votuar, që minimalisht ngrije kartonin kundër mon aty. Dhe një gjysmore më vonë, kur ishte puna për t'i dhënë kartonin... S'bet fjalë për të ngritur apo për t'ulur kartonin. Por unë po ta marrë gjë minimale, unë të thash pikën... Tani kur nuk ka debat, pastaj do unë votoj, se mund të votosh dhe nga shtëpia, do unë me email edhe... Unë të thash që aty normalisht do duhet kishte debat. Ti shpjegoje njerëzve çfarë pallaqollëku po bëheshe në Parlamentin e Shqipërisë me barazin gjinore. Kjo gjëja më e parë, më e pakta, se na shpikën këtu gjininë e shumë fisht, më zotri. Se kemi temë. Por ama, kur erdhi puna për të votuar për veten e tyre, erdhën u ngritën nga kafja dhe erdhën e votuan.
Qa pret nga kjo që deklaroi Berisha sot? Apo një lëvizje dëshpëruar që s'kishte me shpatulla pas murit dhe s'ka nga lëvizje? Absolutisht një lëvizje dëshpëruar. Sigurisht zoti Berisha ka frikë nga fjala bojkot i kuvendit. Për mua bën mirë që thotë që nuk do ta bojkotojmë, por ajo platforma para kryeministrisë është një gjë qesharake që besoj do ta nënshkruajnë më shumë turistët se sa qytetarët e Tiranës. Sepse aty para kryeministrisë më shumë lëvizin turist që vinë e vizitojnë Tiranën se sa qytetarët Tiranës. E kemi thënë e stërthënë, Partia Demokratike me këtë leadership e ka thuajse të pamundur ta sjellë opozitën në pushtet. Çfarë ndodh në parlament? Kaq situate komplikuar sa që bën zoti Berisha kaq asfiksuese është? Shiko, ajo që është totalisht absurde në parlament, edhe nga vetë fjala, parlament, supozohet që t'jemi aty për të diskutuar. Ku vend don ku kuvendohet. Ku vendohet, pra. Fakti që u bën një 5 seanca, mos gaboj, që gjendet një shkak, kot. Për shembull, në seancën e fundit, shkaku ishte incidenti diplomatik. Sali Berisha diçka kishte thënë për ambasadorin e BE-s, domethënë. Shau Çubahinin. Po. Asë shallë, s'është bërë një koment për të, po tani që ky të jetë shkas, që të situash ndalohen diskutimet në kuvend, dhe jo vetëm për ligjin në fjalë, për atë barazis ligjinore, por edhe për diçka që ne konsideroj shumë edhe më të rëndësishme se ajo që ishte aktet normative për kontrollin dhe zhvillimin e territorit, që i dhanë çdo kompetencë të mundshme Edi Ramës si kryetari KKTU-s me pak fjalë, edhe për ato nuk u diskutua fare. Pra ato pak, si thuash, kompetenca që ka njësitë vendore, i zhdukën totalisht. Për çdo gjë në seancën e fundit. Firmos Edi Rama. Po, dhe presin qytetarët që të votojnë pushtetin lokal. Për çfarë ta votojnë? Debatet. Su morve shfare jo vetëm për atë që ndodhi gjoja incidenti diplomatik, por dhe për të gjitha ligjet, projekt ligjet dhe normat, aktet normative që supozohet të diskutoheshin. Pra, gjenden disa kleçka të tilla, si thua, por të pamundsuar. Çfarë është ky akti normativ? Ky akti normativ çfarë? Ishin 3 akte normative për kontrollin dhe për zhvillimin e territorit, të cilat de facto, po them, e bëjnë kryetarin e KKTU-s, që është Edi Rama, të plot fuqishëm mbi territorin e Shqipërisë. Ai vendos për hapësirat publike se si t'jap, për zonat e rëndësisë kombëtare, që më parë duhej që ekzistonte një plan vendor dhe leja t'jepej në bazë të planit, tani është thjesht me firmën e Edi Ramës, në bazë të rregullores së KKTU-s, ai që harton vetë. Për kulla, për gjithçka tjetër, për çdo gjë, mjafton një firmë e Edi Ramës dhe jepet si më me koncesion, jepet kujdo që do Edi Rama me pak fjalë. Ky është thelbi i gjës. Unë isha përgatitur për të folur për këtë gjë, për të mbajtur fjalimin tim të parë 10 minutash, jam përgatitur ja 5 herë për ta bërë këtë gjë. Dhe të 5 herët është pamundsuar diskutimi me fjalë. Ne kam të mbarë herën tjetër. Po ruaj edhe kësaj radhe. Herës ti përgatitur pastaj detyrohem bëj video, të them se kisha ndërmend të thoja me pak fjalë, nga shtëpia, si thua. Po është stisur ajo e qëndësishme ai? Unë kam frikë shumë se është dakordsi mes dyja palëve. Që nga seanca e parë, ku pamundësua diskutimi i programit qeverisë, e deri te seanca e fundit ku u caktua një gjysmore pushim. Dhe pas gjysmoresh, erdhi Taulant Balla dhe tha, ndodhi ky incidenti, tha, dhe s'do kemi më diskutime fare për projekt ligjet. Mua më duket shumë që këtu po shkohet drejt një konsensusi që gjithçka që ka ndërmend PS-ja ta miratoj, si thua, me kartona, dhe PD-ja të luajë këtë rolin e viktimës së censuruar. Kur në fakt ndoshta është vërtet viktimë se për hir të së vërtetës jemi të gjithë viktima. Edhe vetë deputetët e PS-së. Nëse pas ka qenë viktimë, se ndonën pas kësaj seancës dhe të thoshin pikërisht për këto akte normative, që prekin gjithë qytetarët e këtij vendi. Se nuk doli njëri nga ata dhe të thoshte shikoni se vërtet ne nuk e debatuam në parlament. Por sot është votuar ky akt normativ, i cili prek bashkinë, po ja fut kot Corrik, meqense kishte Corrikun aty. Sepse e di që sot kryebashkiakët në gjithë territorin e Shqipërisë janë kthyer më pak se sa drejtorët e Edi Ramës. S'kan mas edhe një gjë. Mini administrator janë. Dhe po të kishte ndodhur dhe ai veprimi, domethënë mos ishte burruar gjykata kushtetuese në lidhje me vendimin parimor, jo për Jon Velien, po për kryebashkiakun, këta mund të shkarkoheshin edhe si të zgjohet Edi Rama në pikë mëngjesit ore. Zgjohet keq, po e heqat kryebashkiakun e Lezhës. Futja kot. Pra, këtu është centralizuar gjithçka. Nga decentralizim që po flisim për para 10 apo 15 vitesh, është një centralizim total. Jemi kthyer teorikisht si para viteve 90, vetëse
praktikisht na thonë domethënë që shiko se këtu ka liri shpreje, mendimi se është që jeni 55 që ty të çonte direkte në burg. Po kaq. Se për te gjithçka e tjetër, ti ke Edi Ramën aty dhe nëse do bëhet këto ndryshimet kushtetuese, Redi do t'i di më mirë në 2027 do ta keq deri në 2041-shin atë. Për 2 mandate president dhe e ketë mbyllur gjithë historinë, dhe në krahun tjetër ke Sali Berishën, i cili për qefin e tia, a për hallin e gjithçka e tjetër, se s'di ta shpreh, por halli i madh duhet ketë që një 81 vjeçar të mos gëzoj një për embesa dhe t'i kishte lënë me kohë me vakt leadershipi dikujt tjetër në Partinë Demokratike, që mund ta kishte bërë shumë herë më keq, apo shumë herë më mirë, por nuk do ishte në këtë lloj, po them unë, filmi tragjiko-komik. Sepse është me shumë seriale, mos këta s'po marrojnë. Ma mban mend ti ato jetë tjetër që jepeshin në vitet 90, ishte një film 360-400 seri. Kështu po kthehet PD-ja. Në një parti që në 2029, nëse do shkojë me këtë lloj leadershipi, pra me Sali Berishën, me gjithë respektin për moshën, po 85 vjeç, dhe me Albanën, Tritanin, Flamurin, Edi Palokën, që gjithë këta... Edhe Tritanin dhe Jozefinën me respektin e moshës për sëri dhe këta, me të gjithë këta, e kuptoni se për çfarë po flasim? Pra kur të thash herën e kaluar, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025 dy herë, pra në 14 vjet, 11 humja rresht, por tani o ndron trajneri o shkret skuadra më burr. Zyrtar, këto në parlament ka një komplicitet, ka një bashkëfaqësi mes dy partive të mëdha, apo është thjesht një viktime e arrogancës së numrave të Partisë Socialiste, Partia Demokratike? Parlamenti që në mandatin e legislaturën e kaluar, në të gjitha raportet e ndërkombëtarëve, thuaj dhe shkruaj e zeza mbi të bardhë që e ka humbur rolin dhe funksionin e tij si pushtet i pavarur dhe si një pushtet që mund të kontrollonte ekzekutivin. Shumë e rëndë kjo, e thënë në të gjitha raportet e ndërkombëtarëve. Imagjinoni në këtë legislaturë ku numri i votave të Partisë Socialiste është më i madh, 83 mandate, dhe opozita është më e dobët. Pra, arroganca, përqendrimi i pushtetit në parlament sigurisht që do ishte më i dhunshëm për atë cilësinë e të kuvenduarit. Mua më vjen keq për deputetin që kemi përballë që ka bërë disa fjalime dhe si ka lexuar, do duhet të përdori forma tjera të komunikimit me atë që ai e konsideron elektoratin e tij. Sigurisht, edhe unë dyshoj shumë që ka një konsensus midis dy partive të mëdha, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ose ka një miratim në heshtje nga Partia Demokratike për këtë nivel të cilësisë së punimeve të parlamentit. Besoj që situata do vazhdoj të bëhet më keq, do degradoj më keq, dhe këtu të gjitha pushtetet janë përqendruar në pushtetin ekzekutiv, i cili është në dorën e Zotit Rama. E një ta pyetje për ty. Shko, mua më bën vetëm një përshtypje, Zoti Baba Rama. Në gjithë të situatë që ndodhet Partia Socialiste, në gjithë të panoramë që ne shikojmë që funksionarët lartë Partisë Socialiste kanë probleme me drejtësinë, dhe kur shikojmë që aktualisht Zoti Berisha nuk guxon as të thrasi protesta, dhe këtu po të bëj një lidhje në fakt çfarë ndodhi me 21 janarin, vetëm me faktin që Ilir Meta u filmua me një blog për 700.000 euro. Të prezumuar, thuaj se as i morim duket. Po, dhe Edi Rama me njerë triti protesta. Sot ke një sër funksionarësh lartë të Partisë Socialiste, ke numrin 2 që flitet për tunelin e Llogaras për 50 milion euro. Po, por 700 është më e madhe se 50, prandaj. Po, flitet për 50 milion euro dhe Zoti Berisha në asnjë moment nuk guxon që të thrasi protesta. Dhe ajo që mua më ka shqetësuar, kam thënë shprehmisht, po të shikoje 2 vite, këta e nisin te kryeministria e përfundonin te bashkia protestën. Që kur vajti Erion Velia që spaku i hodhi pranga në zyrë, këta i ndaluan protestat. Dhe përsëri më e dhimbshme është prapë që këta në vend të merren me problemet e korrupsionit, tani dalin gjitha thua këta janë familje tradicionale
dhe ruajnë vlerat e djatha në Partinë Demokratike dhe gjithë merren me problemin e gjinisë dhe nuk merren me problemet e korrupsionit. Dhe aty, do me thënë, këtu ngrihet edhe si një manovër për zhvendosur vëmendjen nga problemet reale që ka shoqëria shqiptare sot, apo qeveria shqiptare, cilat janë korrupsioni. Dhe askush për këtyre nuk zgjedh të mbajë qëndrime mbi këto, sepse aty ku Edi Rama ka pikën më të fortë që është propaganda, aty ka dhe pikën më dobët, sepse korrupsioni këtu është bërë mullar. Dhe tashmë këta në qofse duan të luftojnë realisht Edi Rama, këta duhet të luftojnë pikat e dobta të Edi Ramës, se janë korrupsioni, fakti që ai do të jetë zoti i Shqipërisë, fakti që do të komandoj me dorë të ekur, por këta nuk ndjen për asnjë nga këto probleme. Këta merren me probleme të cilat janë as dytësore, nuk mund t'i quaj, dhe në këtë situatë ngrihen probleme reale që kundërshtari i vetëm i këtyre në këtë situatë, pra unë i shikoj si dy bashkëpunëtor këta, secili me aksione të ndryshme, pra aksioneri kryesor është Rama dhe aksioneri dytësor është zoti Berisha, dhe kundërshtari real që ata kanë është vetëm SPAK-u, asnjë tjetër. Okej. Kreshnik, apo asfiksohet parlamentarizmi? Nuk e di rëgje. Nga për shkak të prokurorisë është pyetja? Jo, për shkak të të çfarë po ndodh, ja kishim zotin Muçi që tha, unë 5 fjalime isha bërë gati, 5 seanca, të 5 më janë ndjekur sepse nuk ka debate, mbyllet, votohet në mënyrë Të 5 e ka kaluar në arkiv. Arbitrare, nuk lejohet ngritja e komisioneve timore, nuk ka mocione me debat. E mirë kuptoj zotin Muçi, madje do i kujtoja për ta përforcuar argumentin dhe pretendimin e tij që dikur 30 vite më parë reality show më i madh shqiptar Ishte parlamenti. Ishte parlamenti. Pra, seancat parlamentare kishin audiencën 24 orë, madje kur ishin seancat të cilat zgjasnin dhe përtej orareve të mesnatës, dritat e shtëpive, dritarëve ishin të ndezura, televizorat të ndezura, do kush e ndiqte. Dhe kjo binte për disa arsye. E para mendoj që niveli intelektual i kuvendit ishte shumë i lartë, kishim një sistem mazhoritar, që do të thotë populli zgjidhte drejt për drejt kandidatët, nuk emëroheshin nga kryetari i partive si sot nëpërmjet listave të mbyllura, por në një votim të drejt për të drejt në përlagje. E para, e dyta, mos harrojmë, Shqipëria në atë periudhë vërtet ka pasur opozitë fort, përbëhesht familjet me pinjoll të tyre më të njohur nga gjithë qytetet, përfaqësonin këto familje në kuvendin e Shqipërisë, kujtoj këtu Petrit Kalakullën, Tomor Dostin, Tomor Malasin, Abdi Baletën, e shumë Pjetër Arpnorin dhe shumë intelektual. Sot kemi parti të cilat kanë emëruar disa ushtar, disa njerëz servil, dhe sigurisht që i mbyllin hapësirën edhe këtyre pak deputetëve të partive të reja të cilat kanë mundur të deportojnë dhe të jenë në kuvend. Nga ana tjetër, që ta them që se u zgjata pak shumë, historia e luftës vulgare, banale, po eklipson debatin e shëndosh parlamentar. Bojkoti është thjesht një luftë e stisur. Pra, që kur dëgjova që do ketë bojkot të komisioneve, thash do kene i fletirjen SPAK-ta. Pra, dëgjo. Po, për këtë do të flasim në pjesën e dytë, Kreshnik. Pikërisht për thirrjen e Berishës në SPAK, do të flasim në pjesën e dytë, gjithashtu do të flasim edhe për fatin që kanë në drejtësi si Balluku dhe Veliaj. Po në pjesën e dytë. Publicitet.